Lexojeni deri në fund. Taksa shesh 10%. Okej, i kam po TVSH ulet në 15%. Do të thotë që ne nuk jemi duke punuar absolutisht për të varfrit, ne jemi duke punu me njëherë, se ka nevojë direkt sot. Por ka nevojë të injektohet ekonomia, ka nevojë të ndihmohet, ka nevojë të ndihmohet dhe shtresa mesme, jo vetëm shtresa ulët. Pra, ne do mendojmë për gjitha sektorët, për energjinë, për karburante, do mendojmë për taksën, do mendojmë për TVSH-n, do mendojmë për çdo lloj elementi, se ndryshe nga ç'mendon ndoshta dikush tjetër, dhe mendon vetëm për shtresën më të ulët dhe ndoshta nuk e di pse, po fal Partisë Socialiste kjo shtresë është shtuar shumë dhe patjetër këtu mendohet e para. Neve mendojmë për gjithë popullatën si një tërë, sepse në fund fare duhet të krijojmë një qytetar dinjitoz brenda kufive të Shqipërisë. Dhe një qytetar dinjitoz do të thotë që ka mundësinë ekonomike për të përballuar jetesën brenda nesh. Se nëse nuk e ka, atëherë nuk ka asnjë lloj dinjiteti dhe respekti për individin apo për familjen. Okej, do doja ndiqja dy kolegët në raport me fushatën, Razila, si çfarë veçorish ke vënë re kësaj radhe, tek socialistët dhe tek demokratët? Shiko, Denis, për të... Edhe nëse ke pyetje për dy kandidatët. Për të ndruar pak të 2-3 pika kryesore, që edhe ti ke pasqyruar në tabel, që janë edhe premtime mendoj unë të realizueshme, duke parë edhe ecurin apo sa është paga aktualisht, që është paga minimale, rritet në 500 euro, është një premtim i ngjashëm, qoftë nga Partia Demokratike, qoftë nga Partia Socialiste, që për mendimin tim është mos e realizueshëm për faktin se aktualisht... Po pra, po këtu ndryshon koha. Jo, nuk ndryshon koha, se kryeministri Rama vetëm pak ditë më parë ka dalë dhe ka thënë që do miratohet vendimi në qershor, në fund të qershorit në mos gaboj, dhe do hy në fuqi në janarin e 2026. Pra pak a shumë jemi në 100 ditët e para, legjislatura e re do të nisë. Janari 2026 është një vit e gjysmë, andej 2 vjet gati. Jo, janar, po. Nëse e merrni ju pushtetin në shtator, 3 muaj, shtator, tetor, nëntor. Aty afër. Këtu për llogaritje. Gjithsesi, në program sa të mblidhet parlamenti, zoti Ali Mehmeti, jeni riu akoma, nuk 100 ditë qëndron. 100 ditë qëndron. Por në program, se unë shoh çfarë është e shkruar. Pastaj se nesër thotë këto kanë premtuar. Ka premtuar deri në 2030-ën. Sa ashtu e shkruan. Jo, jam shumë dakord. Ajo që po thosha është që janë disa nga premtimet që janë lehtësisht realizueshme për të dalë njerëzve përballë për t'ju thonë për 100 ditë hecën e bini derës. U shkruajmë sot me kontratë. 100 ditë nuk harrojnë njerëzit 100 ditë. 4 vjet, 5 vjet edhe harrojnë njerëzit. Kjo është arsye pse ato premtime kështu 2030, se u harruan ato 2013-s. Kaloi kohë. Okej. Megjithatë, pavarësisht këtyre premtimeve që me thënë të drejtën të tilla i kemi parë në çdo fushat elektorale, qoftë nga Partia Socialiste, nga Partia Demokratike, nga partitë e vogla, LSI-a, dikur tashmë Partia e Lirisë apo edhe partitë e tjera opozitare që janë futur tashmë në lojë dhe pretendojnë të hyjnë në sistem, po ajo që bën diferencën në këndvështrimin tim është retorika politike që po ndjekim palët. Kryeministri Edi Rama, duke qenë se ka ngarkesën e 12 viteve pushtet, ka 3 mandate qeverisje, sigurisht që në retorikën e tij që në këndvështrimin tim është deri diku ngjit te publiku, që është retorika me Bashkimin Evropian, dhe kësaj po i mëson kryeministri Edi Rama shumë më fort se sa programit që e ka pasqyruar në piketa, pra tek programi realisht mund ta themi i lirshëm që është përqendruar shumë pak ose për mos thënë as pak dhe... Po doja ja doli që ta ingarnojnë. Është ky fenomen, pra ka ndodhur që ka patur një, le të themi, mungesë vëmendje ndaj programit dhe menjëherë pas disa pikave që hodhi Berisha që mund t'i dhe me natyrë populiste, Rama u detyrua të vinte tek 10 pikat që kishim tabel? Mund lexohet edhe kështu për shkak se njerëzit në fund të ditës bën llogaritë e xhepit të tyre, Denis. Dhe sigurisht që secili prej qytetarëve që do hedhë votën ka nevojë aq më tepër në këto ditë, nëse gjatë gjithë 4 vjeçarit janë ndoshta të shfokusuar apo i bëjnë e mënjanojnë disi politikën, në këto ditë ka nevojë të dinë konkretisht se si do ndryshojë jeta e tyre, qoftë në afat larg, afat gjatë, apo edhe në, le të themi, në ndikimin më të drejtë për drejtë dhe në ditët e para, në 100 ditët, ndoshta siç premton Partia Demokratike. Dhe sigurisht që kryeministri Edi Rama nuk mund ta shmangte këtu një program, qoftë edhe me piketa kryesore, pa u futur në detaje shumë të mëdha, pasi siç e thot ai, ne s'kemi program elektoral, po kemi program qeverisës me bindjen që ka se do ta fitoj edhe mandatin e 4. Po kam përshtypjen që më shumë është për të larë duart
dhe fushata e tij vërtet është Bashkimi Evropian dhe këtë aty ajo është karta kryesore. Ajo mendoj që është karta. Daniela, po karta kryesore e Berishës? programi. Pra programi. Kjo që ne pasqyruam. Rama nisi me bufin dhe sigurisht unë kam përshtypjen që Rama do ta mbyll fushatën e tij me bufin dhe duke tundur premtimin e pasaportës europiane për pak vite, po themi, sikur se thot edhe kryeministri Edi Rama, por Partia Demokratike të paktën një arritje të parë ka në këtë prag fushate zyrtare që është ja doli në një farforme që të tërheq kryeministrin Rama dhe Partinë Socialiste tek karta e vetë më e fortë që është programi, sepse